Puka u kthye në qendrën e sportit të Qitjes, duke mirëpritur zhvillimin e aktivitetit Kupa e Veriut në Pjatel, teksa morën pjesë 8 ekipe, secili i përbërë nga 5 sportistë. Në renditjen ekipore vendin e parë fitoi ekipi i Tomorit, duke u shpallur fituesi i Kupës së Veriut. Në vendin e dytë u rendit ekipi i Vaudodejes, ndërsa podiumi u plotësua nga skuadra e Lezhës, që zuri vendin e tretë. Edhe gara individuale solli rivalitet fort me sportistëve. Vendin e parë fitoi Alban Doi nga Lezhë, të dytin Mustafa Cafi nga Shëngjini, ndërsa vendin e tretë Mustafa Balla nga Tomori. Është një sport që ka adrenalinë, është marrë zjarri, nuk është i vështirë, shumë i lehtë për ta përdorur dhe është 100% i sigurt, nuk ka probleme. 3 federata bashk organizojnë këtë aktivitet për Kupën e Pjatelit Veriut, por njëkohësisht e kanë kombinuar edhe me harkun, edhe me alpinizmin major. Unë kam detyrë time funksionale për të ardhur për qëndruar transportit edhe në këto qyteza për ta promovuar më së miri Pukën, që ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik. Më pëlqen shumë, më mëson disiplinë, unë përqendrohem më mirë, jam më e qetë me veten time. Duhet t'ju mësoj harkun sepse ju ndihmon shumë. Ai është një sport shumë i bukur dhe ju ndihmon me përqendrimin, të jeni më të qetë me veten tuaj dhe mund të keni shumë qejf në evente të tilla. Përveç garës sportive dhe përpjekjes për rivitalizimin e një sporti që dikur na ka dhënë emra të rëndësishëm, aktiviteti pati edhe mesazhin e promovimit të një stili jetese të shëndetshëm, si dhe bashkëpunimin e frytshëm mes federatave sportive.